Përmes muzikës, lëvizjeve koreografike, aktrimit dhe mbi të gjitha dëshmive reale, u përcoll një nga ngjarjet tronditëse të diktaturës. Ideatore të këtij projekti janë Violeta Murati dhe Sonila Kapedani, e cila është edhe regjizore e kësaj shfaqje. Takimi me historinë nisi në Metropol me ngjarjen e bujshme të 26 shkurtit të vitit 1951, ku u pushkatua 21 intelektual me pretekstin e bombës në ambasadën sovjetike. Protagonisti janë mbrëmjes, duke folur për misterin dhe terrorin, pohoi se kjo ditë dhe ajo natë nuk harrohet. Jam arrestuar me 23 shkurt dhe Sabihaja me 24 në orën 12 të natës. Miseria ishte me të vërtetë. Të gjithë ishin me na tresi punën. Dhe ne nuk mund të ktheshin kokën as djathtas as majtas që mos shifshin se kush shash këtë kush ashtu. Kështu që ju drejtu drejtë na çun ke bubu i ri thoshe atëherë. Kjo pjesë e dokumentuar e historisë u shoqërua në sallën Shakespeare me imazhe koreografike, që kthyen në simbol artistik dramën e ngjarjes dhe kjo fal koreografisë të realizuar nga Arjan Sukniqi. Ndërkohë që për dokumentacionin historik është vënë në dispozicion Arkivi i Institutit të Studimeve dhe Krimeve për pasojat e komunizmit. Cikli takim me historinë në Metropol ka për qëllim të nxjerrë nga harresa dëshmitë historike, tronditëse të ndodhura në diktaturë. Kohën për t'u kënaqur nuk e kam të shumë. Prandaj dua ta shfrytëzoj miqtë e mi. Dua